Një valë e fuqishme të nxehtit pritet të godasë Italinë dhe rajonin, përfshirë edhe Shqipërinë gjatë javës që vjen. Sipas të dhënave meteorologjike, një anticiklon i fuqishëm do të pozicionohet mbi gadishullin italian, duke sjellë rritje të ndjeshme temperaturash nga jugu në veri të vendit. Parashikimet tregojnë se nxehtësia e madhe nuk do të kufizohet vetëm në Itali, por do të shtrihet edhe në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, ku temperaturat pritet të kalojnë vlerat mesatare sezonale. Moti përvolues do të përfshijë thuajse të gjithë territorin, ndërsa vetëm zonat alpine dhe lartësitë malore mund të përjetojnë një freski relative. Sinoptikanët paralajmërojnë se kjo situatë mund të sjellë ditë me temperatura mbi 35 gradë Celsius në disa qytete të Shqipërisë, sidomos në zonat e ulta dhe në ato pranë Bregdetit. Gjithashtu rekomandohet kujdesi i shtuar për grupet e ndjeshme ndaj nxehtësisë, si të moshuarit dhe fëmijët, si dhe shmangja e eksplozimit të zgjatur në diell gjatë orëve të pikut. Valet e nxehtësisë si kjo që pritet të godasë vendin janë gjithmonë e më të shpeshta, si pasojë e ndryshimeve klimatike, çka bën të nevojshme marrjen e masave mbrojtëse nga qytetarët dhe institucionet.